Juristja Brizita Gjikondi ka kthyer në vëmendje vendimin e gjykatës kushtetuese për rikthimin e Erion Veliajt në detyrë. Në një prononcim për CNA-n, Gjikondi dha një shuplak anëtarëve të gjykatës kushtetuese, duke theksuar se me atë vendim sfiduan moralin kombëtar, duke mbajtur me dhunë në krye të metropolit shqiptar një person që është i pandehur nga drejtësia. Për më tepër që politika e kompromentuar e mazhorancës dhe zjatues të saj në gjykatën kushtetuese sfidojnë moralin kombëtar, duke mbajtur me dhunë në krye të metropolit shqiptar një person që është i pandehur nga drejtësia, deklaroi Gjikondi për CNA. Më tej juristja nënvizoi se figurat e larta të një shteti në radh të parë duhet të jenë dinjitoze dhe moralisht të pastra. Ajo shtoi se arsyetimi dhe kamuflimi mbrapa pafajësisë nuk mund të vlejë për figura të rangut të kryebashkiakut. Mos të harrojmë që figurat e larta të një shteti në radh të parë duhet të jenë dinjitoze dhe moralisht të pastra. Arsyetimi dhe kamuflimi mbrapa pafajësisë nuk mund të vlejë për figura të rangut të kryebashkiakut, u shpreh Gjikondi. Ajo theksoi se respektimi i moralit dhe integritetit është thelbësor për besimin e qytetarëve te institucionet dhe për funksionimin e shëndetshëm të demokracisë.